Mirëmbrëma shikues të emisionit Koqia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Koqia Show. Faleminderit shumë publiku që i kemi prezant, por sonte do ta fillojmë emisionin pak më ndryshe për shkak të vdekjes së babait të ish-presidentit Hashim Thaçi, Baces Haxhi Thaçi. Kisha pas dëshirë në shenjë solidarizimi bashkë me familjen Thaçi, një minutë thjesht për veprën edhe kontributin e tij, por edhe të ish-presidentit Hashim Thaçi që gjendet në Hog. Lavdit duhet rëkitje për veprën dhe kontributin e Baces Haxhit. Faleminderit atyre që mësojnë realizimin e këtij misioni, janë sponsorët tonë, është Euro Paleta me prodhimin e saj të paleta me standarde europiane, gjithë ju që keni me eksportu mandra jashtë, lajmëroni tek Euro Paleta apo tek pronari Hifzi Hyseni, faleminderit shumë. Është kësa grupi ai që ka rregulluar skenografin tonë të mrekullueshme, si dhe është Aztek Klima me klimat e saj të mrekullueshme. Faleminderit shumë, do të rëkitje për sponsorët tonë pak më shumë, se i kemi vendur. Sonte, si thash më herët në fillim të emisionit, do të flasim edhe këtë emision do t'ia kushtojmë ish-presidentit Hashim Thaçi, gjykata speciale por edhe vdekjes së babait të ish-presidentit Hashim Thaçi, zotëri Haxhi Thaçi. Por e pat edhe vetë që gjykata speciale nuk e aprovoi kërkesën e ish-presidentit Thaçi për të ardhur në varrimin e babës tij, që ishte një akt mizur nga ana e gjykatës speciale. Për me diskutuar lidhur mbi këtë temë, sonte kam të ftuar dy mysafir special. Janë të dy avokat të fushës së njëjtë. E ftoj mysafirin e parë për sonte, është avokati jonë i njohur Xhevdet Smaki, që më presim me Eduard Tërgiti. Mirëmbrëma misere, faleminderit shumë çere. Si edhe mysafiri i dytë për sonte është një njerëz tepër kontrovers. Është avokat, është një mik i emisionit, është Gazmend Halila, më presim me Eduard Tërgiti. Është kontrovers, mirëmbrëma misere. Faleminderit. Besoj e po të dy që e fillum në shenjë respekti me një minutë hishtje. Avokat po e filloj me juve, se gozi ka qenë më herët, mirëmbrëma misher, faleminderit shumë qertë. Mirë se u gjetëm. Nashta ju pëlqej ky prezantim ime dhe kjo një minutë hishtje për në shenjë respekti dhe solidarizimi bashkë me familjen Thaçi për vdekjen e babait tyre. Po, e vërtet është sepse Baces Haxhi Thaçi ka qenë edhe është edhe mbetet baba i ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse nga jeta e tij familjare, nga urtësia e tij dhe edukimi i tij, ka arrit me lind një djalë i cili ka udhëheq një ushtri e cila ka qenë aleancë e NATO-s në vitin 1998, dhe çdo zhvillim i Kosovës në çdo sekondë të saj e ka vulën edhe të Haxhi Thaçit. Prandaj solidarizimi dhe mbajtja një minutë heshtje do duhet të ishte edhe e shoqëruar edhe me një vendim ndoshta të presidencës për një ditëzie në shenjë nderimit ndaj tij. Bravo, do të gjej për avokatin. Gaz, çka mendoni ju për këtë? Kërëj që i tha kolego, për posa tonë në humane, tjerat nuk pajtojnë, sepse nuk ka qenë baba i ushtrisë shqiptare të Kosovës. As djalit i nuk ka qenë udhëheqësi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, janë emra krejt tjerë, janë themelues krejt tjerë. Kush ka qenë themelues e udhëheqësi sipas teje? Themelues është familja Jashare, familja e Zahir Pajazitit, Salicekut, e ty, ndërsa ju nuk për drejtërisë politike kush ka qenë sipas teje? Ajo është çështje tjetër, ajo ka çështje tjetër, mirë, po ja s'ka bëj me vijat e frontit. Kryqë edhe çështja për ditëzia është rregulluar me protokoll shtetëror. Askon botë nuk ka baba i një ish-presidentit pse vdes për vdekjes natyrore, krejtësisht diçka e pritur sepse mosha ban veten. Tash me qenë ditëzie sepse apo i shpreh ngushëllimet, ai ke shpreh ngushëllime familjes Thaçi se e kom po që do status apo nuk piqet për kundra. Se ti je njëri ma kundra Hashimit, do s'kom po njëri se ti. Unë statusin e fundit për atë ditë kom pas që ka pas mbaj lidhje me ish-presidentin Hashim Thaçi. Po dikon ka ora 22 e kom kuptuar që ka ndruar jetë baba i tij dhe në respekt për veten time dhe për edukatën e prindve të mi, unë kom hiq atë status sepse ka qenë një situatë kur zotëriu ka pas rast vdekje dhe ka qenë një veprim shumë i ligë për mua nëse statusi i fundit ka të bëjë me ta. Sot është data nëse s'ka bëjë 20 mars, se luaj për bat vetet, për shkak të aktiviteteve,
me sa di unë kanë ende të pame dhe unë deri sot përfundon e pamja nuk e baja si status rati sepse nuk du me shfrytzu fatkeqësinë e kërkuj. Për çështje tjera janë secili ka të meritet edhe dobësitë e veta. E ke thonë të pavërtet më dhe gaz në studion time, prandaj edhe të kom thirrë që ke thonë në studion time para zgjedhjeve, ka qenë se zgaboj bashkë me Baselil, ke thonë që Hashim Thaçi ka kërkuar nga gjykata August për mu liru për babojnë e tij sepse nuk e ka pas smur, por e ka bëu këto me qëllim të zgjedhë. Domethënë, kjo është një pavërtetë e madhe që e ke thonë ti në studion tëm. A ndjen vetëm fajtur edhe keq për këtë pavërtetë? Absolut, ai nuk thonë që s'ka qenë smundje, por nuk ka qenë smundja serioze, saqë me ardh prej. Jo, s'ka qenë serioze gazë, ai vdesh njëri krejt. Vdesh mas një muaj ditë, mas një muaj. Mas serioze se me vdek nuk ka kushtat. Po mas një muaj, do thotë mas një muaj nuk dihet edhe unë temë na me qenë ai. Natë kur s'ka qenë serioze sepse po të kishte qenë kishte ndodhur organizime që ndodhe para një javë që sjellën. Sepse çka ka pas me kërku Hashimi përveç babës me po. Unë konsideroj që ka qenë rrethonat jashtëzakonisht pa përshtatshme sepse ka qenë kulmi fushatës zgjedhore dhe na e dim që po tash mos të flasë ende me sa di është koha e ngushtim atje. Po na e dim që përdor çdo mundësi zotriu për të bën fushat dhe vetë fakti kur erë tash para vdekjes babait, që duhet të çuo gishtin që simbolizon partinë e tij dhe të mundu me elektrizu njerëz tregon që ma tepër në publik është po fjalën, se në mbrana se kemi po mi po në publik është po ma tepër që ka pas qëllim. Gaz kjo në një farë moment tjetër për demantave vetën se pak më herët thonë që domethënë ai nuk ka qenë udhëheqës i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thonë nuk ka qenë themeluesi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Asnjëun s'ka. Po tash po thuhet domethënë që e ka elektrizuar Mosën, domethënë po pas ka mundësi me elektrizuar. Si politikan. Po si politik. Po çka ka nevojë me frigu Albin Kurti aty kur ai po thotë që domethënë unë kam fitu zgjedhjet, nuk jam unë. Nuk ka adopsione, domethënë është një farë lloj. Jo. Nuk përfriksohet Albini se edhe vizita s'ka bëj me Albin aty vendosur sektori analizës, që vendosën që ka speciale. Po se disa po ma kupton më thelbin e pyetjes, unë po tham që domethënë nëse ka ol Hashimi edhe ka shfrytzuar edhe për fushat, s'ke nevojë me tut. Masi ko ka i dop se edhe ta shfrytëzon për çka të qoft. Po s'ka bëke me Albinin, ke ka të bëjmë me sektorin analizës. Ka të bëjë ti histori i vetvendosis. Jo bro, unë më tepër mundura me përkra një linjë drejt që unë mendoj se nuk jam antarësuar në asnjë parti, nuk di sa e dini. A mendon që është e drejtë kjo sa që ndodhi në Ministrinë të Bujqësisë? Si jetim perfekt, parimisht, si jetim. Mi po si spektakël asnjëherë. Prokurori shtetit ka obligim, detyrim kushtetues dhe ligjor me kujdes për drejtat dhe liritë themelore të personave që kanë në hetim dhe me ru dinjitetin e tyre, sepse ekziston prezumpta pafajësisë. Dhe në këtë fazë janë njerëzve më bëjnë gjykim publik shumë herë, sepse ne e dimë se shumë hetime fillojnë, zhvillohen, mbyllen, pastaj ndodhet që ullat aktakuza, pastaj ndodhet që shmolla kresit pafajshëm me gjykim meritor, prandaj njerëzit duhet të ruajnë dinjitetin se ata kanë fëmijë, ata kanë bashkëshort, ata kanë prindër, duhet të ruajnë dinjitetin e secilit. Mi po si jetim perfekt ato ne kanë dhënë. Edhe ne jemi na hetu çift. Po avokat? A pajtohesh me këto që i Bozi? Jo, absolutisht, me gjithë respektin se cilë e ka mendimin e vetë, dhe për këta kemi edhe nëjnën 40 Kushtetutës të Kosovës për lirinë e shprehjes, por ta më hësh, Hashim Thaçin, si lider të OÇK-s është si kur të thuash që në 12 të ditës është natë, ose dilin ta më hësh në mes të ditës. Po ka mëhuaj vetë, e ka mëhuaj Prandaj, atë që pretendon dikush që Hashim Thaçi s'ka qenë lideri i OÇK-s, janë proces verbalet në konferencën e Rambujes, ku ka qenë kryetari i delegacionit të Rambujes, ka qenë shpallësi i pavarësisë, është quajtur Washingtoni i vetë ka lexuar deklaratat e George Washingtoni nga vetë Joe Biden dhe historia e Kosovës për liri dhe për çlirim dhe për pavarësi e ka veç një emër, ai mundet edhe mos më ekzistuar një ditë, por është Hashim Thaçi. Dhe brez pas brezit do të mësohet se ai ka udhëhequr ushtrisë. Gaz kjo është e vërtetë, dhe fëmijët ato dhe të kanë më mësuar që dikush e shpalli pavarësinë. Ai dikush është Hashim Thaçi. Varet në cilën kohë mësoj historinë sepse historia çfarë do bëhet historia Kosovës. Sadri, tha ka qenë dikush tjetër, do të na shpjegon kush ka qenë post Hashim Thaçit ose s'ka qenë Hashim Thaçi. Mirë, Hashim Thaçi. Se jurista jena. Me televizionet që janë që përfshin gjithë globin ka thonë se unë kam qenë larg via frontit me mohon kategorikisht ekzistencën e drejtorisë politike po ata që të fiktive. Po mirë pa ai vetë po thotë. Ka dash në front. Deri sa thet. Edhe e ka qenë me kallash gazë ko 97 është ditë 15 vjet nga prokuroria. Çka korat na vetë me Serbën, Danica Marković që ka ndjek.
Qa ka të nxit për pjetë një Dishta me japon një pyetje që ti Xhevdes Makicit, ai avokat të burë, se ky ka folë shumë pa vërtet apo folë na për studio, asnjë fjalë, asnjë fakt si ka dole alo dhe kush po quhet me vokacin penal për shpifje. Nuk ka do që s'kom thone. Që intervistë mia që po shkon me pas zonën e punë më kshi po pa di. E mbron liria shprehjes. Ky është frytëzon si avokat dhe çdo shtetor i Kosovës e ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Edhe unë jam kritik. Po vetë ka të drejtë me shpifje. Edhe unë jam kritik me edhe vazhdimisht shkruaj kundër qeverisë, kundër Albin Kurrit, i cili mbashton qytetarët dhe mbron neni 40. Për ndryshe, keni thënë si shumë shtet demokratik. Asnjë fjalë kudo që manush po siç më thonë. Keni thënë që gjykata speciale nuk mund të merr hashimin korremor. Keni thënë që kam shku me nejt vetëm 3 muaj ditë kam shumë më fort në kulshu. Keni thënë po lëshohet me 12-ën, me 24-ën, me 23-ën. Të gjitha këto fillimisht këto nuk vjen i portit të kur. Këtë ka ndodhur çish kum thonë, jam sjellë intervista që i kam dhënë para 6 vite me pikë me presë asnjë sa kam. Po që i kanë ndodhur një padrejtësi procedurë penale edhe ti ndoshta rast këtu që të kanë ndodhur edhe vazhdimisht luftoj për drejtat tuaja. Por në një farë mënyrë ti vetë ndoshta viktimin e procedurës penale të pa drejtë. Po ne kam gjykim. Që është në mënyrën më mund kam gjykim formë spera janë s'ka gjë për kurrë. Nuk di përfundimi. Po pse shumë më vjen agosto në vendim të gjykimit për formës prej. Atë pse më ndalu vizitën për gjykim formës prej që është i pafajshëm. Pret në kohë gjykim formës është i pafajshëm. Para burgimi e den që nuk duhet më caktu ndaj një personi që dorëzohet. Po në kohë gjykim formës prej që është i dënuar. Ka janë drejtë. Tash është domosdoshmë që është pa fajtur. Ai ka qenë para oktit kryes ka pasur edhe kush kanë për ata nuk mund të morë që ka se na po flasim tash si avokat gaz, nëse një njeri për shembull që spelon mashinën, po për shembull nëse Xhevdeti është i akuzuar dhe nuk i ka marrë vendime hala me shpall fajtur apo jo, a kanë drejt, domethënë juridikisht a ka drejt një gjykat më ndaluar se më ja mohu me po momentet e fundit prindjen e tij të vdekur? Jo, veç pak duhet të ndryshtë. E po rasti edhe në publiku dol keq. Është diskutuar shumë. Gjykata dhomët e specializuara të Kosovës në Hall, Kolegji Penal apo trupi gjykues dhe gjyqtarja procedurës paraprakës së hashimi ka dy procese. Nuk ja kanë shqyrtu fare kërkesën e avokatit. Jo që ja kanë refuzuar, nuk ja kanë refuzuar. Domosdoshmë janë merr me ta hiç. Por kjo është më super skandal në shekullin e 21, në vitin 2021. Ka ndodhur në gjykatë mund përveç ato të Shevicit. Ti shqyrtu edhe ti refuzu, i kishim diskutuar si avokat në Kosovë dhe si opinion publik, i kishim diskutuar arsyet pse. Se mundet me pas një arsye pse se kanë. E vërtet. Mirë, po ideja është që nuk e kanë shqyrtu fare. Dhe mishet ti çka thonë kum dorëzu kërkesën në ora 14 ditën e vdekjes së Bacit Haxhithoxhi dhe po të kishte një gjykatë normale me standarde ndërkombëtare të drejtësisë, që është lyp edhe kolegu im edhe unë, dhe të kishte një dinjitet dhe ndërgjegje të gjyqtarëve, aja kërkesë duhet të shqyrtohej brenda orësh, sepse vorrimi ishte në nesërmen. Dhe çështja ishte natyre super urgjente. Prandaj ndaj Haxhithoxhit ka çështje politike, jo juridike. Është përsekutim politik. Çka i vjen kjo? Trupi gjykues dhe gjyqtar procedurës paraprakës merren fare me kërkesën e natyrës humanitare dhe urgjente. Moshtratu duhet patjetër. Duhet të pasë epilog. Duhet të pasë përgjigje. Do të fol për pjesëmarrjen vorrën. Moshtratu duhet patjetër. Moshtratu patjetër duhet. E tani soi për këtë aprovim apo jo, do thotë apo kur është çështje diskutimi. Mirë, por mendoj që çfarë do lloj garancie që kish mund me dhon presidenti. Që do të jetë disiplinuar, nuk do të përdor për çështje të tjera. A ka pas garancinë mes aty 4-5 mijë po son njerëz kanë qenë? Ja, ka pas 3-4 mijë vet vëllai kon. Nuk e di se marru kanë gazetorët i mot me metra pastaj ty thonë ja ka çast po nëse po çe 3-4 mijë vet. A ka pas garanci se dikush nuk eskalon atë edhe në çfarë do formë nuk ndikon negativisht me prishjen e varrimin? Sepse njerëzit elektrizohen dhe nuk dinë del sot apo kontroll. Andaj kemi rasti. Po më thonë nga situatë se nuk e kanë shqyrtuar fare kërkesën dhe nuk të vol për të. Po dosh me shqyrtu. Ka gabuçi juridikisht si mastesi avokat. A kanë gabuçi nuk e kanë shqyrtuar, ai kanë një hak njerëzit. Po na nuk e dim a kanë pranuar me koha jo. Tash varse. Në ora 14 në shteti që ka. Po ka thënë avokati, mirë po. Po çish edhe Albulena Haxhiu ka shkruar për këtë mirë, po nuk e di, mirë po ai ka thënë po na nuk kemi dëgjuar versionin e gjykatës speciale. Mirë po gjykata speciale tha sot e kanë thonë se s'ka bëj, tha e kena pranuar dhe prej, është e vërtetë që kena pranuar. Kur varet kur. Po çfarë ti ka shkuar me ne apo ministri nuk ka shkuar gjë. Kjo ministri tash bllaf politik, sa për të bërë diçka, ajo nuk vendos standardin e ka pasur Kadri Veseli, kam dek me sa diun 2 prindet. I ka dek edhe Jakub Krasnodar. Po ne për ato kanë gjëra. Edhe na i kanë shkel lirit të drejtat e njeriu, ta mendoni ju që asnjë me sa diun, me sa kam informata unë,
nuk janë liru ditën e varrimit, mirë, por dikon ditën e 2-3 kur ka nis pak me Po ti si avokat, çka mendon nga a shkelin liritë dhe drejtat e njeriu nëse një person, pavarësisht ke kush ka Hashimi, Kadriu, Albini, a shkelin liritë dhe drejtat e njeriu? Varësisht prej rastit. Për me trajtu do të trajtu në fat rekord. Aty pajtohena plotësisht. Sa është një kërkesë tepër urgjente, se nuk do shtyrie. Mi pasoj për këtë vlerësim duhet një analizë për asaj duhet me kërkuar edhe garancione prej policisë se so janë në gjendje me përballu nëse ndodh çfarë do lloj eskalimi. Do të Po ju bëgoj sa se ka pas një me X ai vetë dorëzuar. Jo, ai po mundet me ndiku dikush tjetër. A më pas një me X i shku vet? Po ja, ka shku krau, nuk u shku vetë në orë kanë. Jo, dhomat e specializuara me raste të tjerëve, jo që kanë shkel drejtat e njeriu, po bien kundërshtim edhe me themelet e drejtësisë. Sepse edhe në kohë lufte, ndoshta me krahasu edhe me në arrestim që kishë mujtë me ju bon në Jugoslavinë atëherë, në është ish liru për vërrim në atë kohë, e jo në këtë kohë si shpo trajtojnë tash pjesëtarët apo kërët e UÇK-s. Prandaj nuk ka asnjë arsyetim sepse mbrapa kësaj dhoma specializuara qëndron prapavia politike për ti trajtuar keq, apo për ti keq trajtuar dhe poshtruar. Sepse edhe këtë akuza Smith edhe këtë akuzat që janë ndaj Smith në Amerikë, thojnë që këtë akuza është bërë me motive korruptive nga Jack Smith, sepse raporti Dick Martit ka rënë. Prandaj edhe gjykata edhe Kuvendi i Kosovës, meqenëse se nuk ka reaguar asnjëherë, dhe tash përplasjet politike të partisë në pushtet e kënaqen mos prezencën e krerëve të UÇK-s, sidomos Hashim Thaçit si ish president politikan dhe Kadri Veselit në skenën politike, sepse të kishëm një kuvend me ndërgjegje të lartë, do duhet të mblidhej për ta shbërbe gjykatën dhomat e specializuara, sepse nuk ekziston themeli për çka është thirrë mu ndërtu. Pra ka rënë raporti Dick Martit. S'ka më bën mi 2-3 Dhe për veprat penale të tjera, nivelit çfarë po akuzuan këta në hog, do të mundë prokuria speciale ju në atëherë të Kosovë. E ku ishte prokuria ju speciale 20 vjet që i pat këtë mekanizmat ligjor, dispozicion. Asnjë rast nuk e ka pas, nuk është e vërtet, ka qenë unimiku. Proces deri në 2008-ën. Pastaj deri në 2008-ës, deri në 16-17 ka qenë Euleksi. Po më kishte që i thoj pas ka çata arsim, fal avokat. Dhe prej po të bëj gahur. Prej 2017 e këtej e ka prokuria speciale e Junja kompetencat. Ka më shumë aty një krimet serbe që janë në Kosovë. Dëgjë, unë kam disa raste, unë pos që nuk po du me bërë reklam. Pos që jam avokati shoqatës thire për drejtësi për raste pure politike, kam raste konkrete tani të njerëzve që janë mra shembull, dhe kam raste në Hajdar Ahmetit, pjesëtari i UÇK-s në Koshar, policia tos. Dhomat e specializuar ai kanë zbardh apo janë të zbardh ose politike në Kosovë? Janë të zbardh. E kam të thotë që prej ofër 500 vetëm pa. Ofër 500 fletë që ka qenë raste ka rënë 23 fletë duke u plaçkit për të fletë. Çka do thotë ku plaçkit në prokurinë themelore në Pej, ku mbritet kallëzim penal Pej, ish kryeprokuror për ish kryeprokuror të tjerë. Pse? Se shteti jon ka qenë asisoj i ndërtu sistemi drejtësisë ato vrasje jo vetëm që nuk janë hetu pas nuk janë lomo hetu. E nëse eventualisht u dosh me komplikan krejt tjetër mënyrë që me devijatimin për ndryshe policia dhe prokuria në afatën e karta zbulen cilën do vrasje, sidomos vrasje. Mirë, po janë kohë disa vrasje që nuk u dosh me projekt aty. E kemi raste Xhemal Mustafa që vran pikë ditës, e kemi raste me pjesëtor të UÇK-s që vran mas lutë kur si ka hetu. Po kemi raste si ka zborgas. Po mirë, po aty jam ministria punë me brendshme, por prokuria gjykata ka qenë tu, ata ka qenë pikërisht aty në partive tua që janë konë pushtet dhe asnjë rast të shëmbull raste e Sman Hajdara që vran Pejn deri në banesës, u vra Smet Rasi ai pse s'u zbuluan këto atë ndërsa rastet janë zbuluar në afat rekord specializuara në ja. Unë besoj që veç keni durim se kanë më zbulu çdo edhe kush ka qenë. Çka nëse nuk zbuluan gaz? Po jo nëse nuk zbuluan nuk thoj jo sepse do të dinë opinioni publik. Na këta akuzën ndaj Hashim Thaçit, Recep Selimit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, nuk ekziston asnjë rresht për vrasje politike në Kosovë. Hiç mos u ngotni. Ka dalë. Na këta akuzë ajo nuk është, ajo gjykatë. Nëse se kena këta akuzë çu po ja, shumë më dënu. Mirë, po ç'është. Nodhëm krime. Ti mos më thonë që kena vjedhur me në marketa mos të mirë tek mirë kishëm, po ti ku bëdin që s'kemi këta akuzë atje në proces. Ka dalë diku një 40 vjet ka minimumi 40 vjet ka më zgjat ky proces edhe kanë mu përgjigj. Çfarë rekrutuan ai tjetër gazeti si gjallë 40 vjet. Ane, Pra, da të gjithë për gol. Këta 40 vjet si gjallë as ata.
Mirë, anë s'ka lidhje, po edhe T'ja bëj një pyetje tjetër. tjetër. Ju të dy jeni ushtarë të ushtrisë ligjore të Kosovës? Apo? Po. Unë jo. Ja, po. Hajt. Po s'ka pasur pa kohë se në çat vend ka qenë. Po, diunë. Ç'i shpendim vetëm domos si ushtarë të ushtrisë ligjore të Kosovës kur Gazmend Alilia në për studio televizive i ka thonë drejtorit të drejtorisë politike kriminal. A njeh veten si kriminal ti? Ja, si kriminal. Unë E ke thonë të unë po. Unë Më thonë dërmore për bashkë. Ja ke thonë kriminal të unë. Talshoj video. Mos e talshoj video. Ja. mas pare, As kur shumë debut do të thonë kriminal. Pas vrasjes politike ke thonë që ndron Hashim Thoçi edhe është kriminal. Ç'të veç fjalë fund se komo ti as krejt. Do të më thonë promotori kryesor i vrasjes politike, mirë, po jo kriminal. Se nuk e thanë kërkuj. Edhe kur të nuk e thanë, se shprehje nuk e thanë asnjë. Gozi ka ndoshta arsye të veta, po më prapë tham e shfrytëzon lirinë e shprehjes, në 40, po si jurist edhe si koleg, tash s'pe tham dhe ti demanton dhe ti tërheq, por nuk ekziston asnjë fakt që Hashim Thoçi është promotor i ndonjë vrasje politike. E për s'ka të mojt atje? Hashim Thoçi deri me tani edhe deri sot, po është i pafajshëm dhe s'ka kur asnjë provë deri me sot që ai është inkriminuar ndonjë krim apo ndonjë vrasje politike. Jo Hashim Thoçi, as Kadri Veseli, as Jakub Krasniqi, as Recep Selimi. E këta njerëz i ka vrarë murmurim apo? Ata mbesin vetëm në nivelin pretendim dhe nina jo ofenduar. Nëse më vete, nina jo ofenduar që ka edhe dëshmitar, ndoshta edhe shpjestar të QK-s, që janë të gatshëm me dëshmuar, ndoshta ose kanë dëshmuar edhe më të specializuara, po është çështje e tyre, është çështje ndërgjegjës së tyre. Mirë po, deri me tani nuk Sulejman mund të jetë për motive tjera politike, personale, familjare, po nuk besoj ndonjëherë që komo mujt Hashim Thoçi mu vërtetu që ka marrë pjesë në vrasje politike. Komunikata Nuk e besoj atë. ta merr mendje. Dhe është keq për vetë ushtrisë shqiptare të Kosovës se fundi ka qenë edhe udhëheci vetë Gozit. Domethënë ka qenë drejtor politik i UÇK-s. Dhe ky nëse ka pas prova gjatë luftës, ka mujt atëherë pa u bë shteti, ndoshta më ndërmor mosa edhe vet. Po. Se i ka pas kaloshin në gjik këtu. Po edhe sot më kishin gjindë as esh në ata smu as familja sem as kërku jo dini rrethonat në përsa kum kaluar ato vetëm pse i kom sepse këta në momentin që kanë po që po tregon diçka të kanë prit vetuat, kanë prit pluma sikur breshni. E ki të kalojmë pak edhe tek varrimi ish president Hashim Thoçi që thashë më herët, po në varrim isha prezant edhe vetë që familja e Shari nuk mori pjesë. Çka mendoni ju për këtë? Unë për veti, familja e Shari është dëmo legjenda ose themeli i moralit tonë kombëtar. Edhe kam raporte personale, sidomos me bekimin. Nuk pajtona, nuk mendoj që ekziston një arsye kur fare heq, edhe është në traditën shqiptare, të shpreh ngushëllime shokut, mikut apo ish shokut, edhe kur je ndoshta ju raporte të mira ose je prish për interesa ndoshta të tjera, është për veti ponina shumë keq, pse familja Jashare nuk ka shku në vorrim dhe as në ngushëllim, as një pjesëtar i familjes Jashare. Nuk e vlerësoj pozitivisht, duhet që familja Jashare të jetë simbol i unitetit, edhe ta luaj këtë rol edhe në pikëllim, edhe në gëzim. Prandaj, sa jam vogëlsia jame, por e kisha sugjeruar Basri Rifat edhe krejt ata pjesëtar madhor që të shkojnë në ngushëllime, sepse Haxhi Thoçi është baba dhe prindi i Hashim Thoçit, i cili askush s'mund ta mojë se ka qenë dhe është lider i ushtrisë shqiptare të Kosovës, ish president, edhe e ka shpall pavarësinë, edhe e ka udhëheq Kosovën në proceset më të rëndësishme jetësore, edhe shtet formuese, edhe të lirisë, edhe nuk përsëritet më, nuk rishkruhet ajo. Prandaj familja Jashare nuk ka asnjë arsye të shmanget në rast pikëllimi familjes Thoçi, sepse po krijon shije të keqe te na që jena rrit e na po ploku me vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. A ke pas? I tham Basri Rifat, le të shkoj, le të shpreh ngushëllime se nuk shohim në asnjë arsye na qina. A ke pa së rast me ndëgju aferën e Klorin Prenta? Çfarë do të thonë? Ato janë i arzakonisht trishtosh dhe të pafalshme. Për shembull, çka? Ato i përmend djalja Demi Jashari dhe fyë djalja Demi Jasharit. Do thotë njerëzit nuk i harrojnë. Unë as nuk e përkrah, as nuk e kam shkas, mos shkaj, di punë të vetë, është i pavarur. Edhe është në moshë sa dushi, sa ka, dikon 70 vjet. Sepse thua në fjalë thu familja e Jashari u la vetë, e ke thonë për shumë studio televizive gas. I kam e thonë gjithë. Pse? Çka i kiti familja e Jashari se më thonë më herët kush e re? Edhe na, edhe familja kolegut, edhe familja Jashari jemi një gjaku.
Prekaze pjesa tjetër si ka kur gjo. Dhe lushtak, ata janë torë, sot nuk kanë bëme me familjen jashore absolut. Na jemi ata, na Halilajt, një pjesë e Abris që ban pjesë kolego. Ne jemi si ramartu kur jemi shumë tavër të kena pas shumë tanë mes vete. Mirë po ai, jo që është lo vetë, po nuk di me çfarë fytyre mund me dalë tash njerëz me thonë jemi konstruktiv bashkëfetar ti qysh me çfarë logjike. Derisa aty janë djegë dhe fëmija, për zale. Këta të pi qaj pe i kodrave atje, të i bo filma, të i bo skena dhe në fond jemi konstruktiv. E kam revolën e homës e kam të ndirë, po kur ka prej pas tërë ma po, mirë po ne e di, ma vedëm ingjëzimin e komandanta Adem Jashore, po dhe besa besni, kemi dhonë që ka të ndodhë me shkuan e për shuk, tja vash i farani mi po tonë ka pak, mirë ishën të folë ka me bo kushvesin, besa të ali bes kemi dhonë, që ka të ndodhë me gjithë bashku. Që ka ndodhë veç me familje ti, dhere besarta e vogël, që o djega të u vra, mos të shtinë emocione njerëzit ashte, ndërsa shokët e ti, të qitë këpolla prej kodra dhe basë të kam qenë shokja dhe me shkojtë, jo, ke qenë një njëre që ja ke shfryzu, so ka qenë, sa ekonomikisht ka qenë mirë, pastaj kam përfitu në emërti dhe kanë lënë vetë me groa me fëmijë. Edhe janë njerëzit më të tërsh, më ta që thonë janë kon bashkëfetar artistës, janë kon, janë kon, janë shku karejt, po kur orë puna, më janë ngrej koma dhe me ndihmu, nuk janë kon atuacion. Pse? Se ka nik me shpejtësinë e ka. Po është ky tha pak bare që ku shere, do të thonë bie që edhe goze ka lënë vetë. Unë se kom lënë vetë se gazet me qenë konkret, edhe me qenë shumë real para krejt njerëzve, nuk i fara ndigojnë. Gaze deri janë vrasë që ka ditë që ekzistojnë kon. As i kum pasur në shok, as i kum mos të bile ata bile shumica e kanë ditë që ekzistojnë, ti se pas ke ditas që ekzistojnë. Ja, as i kum pasur shok, as kum pas, s'kam revolje të homzës, as më ka thonë gaz, ty kam besim se s'u kanë gjëftë eq, për ta s'kum ekzistuar eq, unë aty për herët por kam shku mas luftën për kaz. Mirë, por nuk thamë se thonë kësha ik e thonë, mirë, pa garantet se pas kosha këtë thonë kësha ik, por nuk kësha thonë mas anej jam bashkëtar ti, kësha thonë jam ko po kumik, po ju me thonë jam ko, e sujtave joj, i hinje ko po e dalë. Sa debi ju ka thoi, qëta hekër për mu pa vjenë, dhe për familjet e më rëndi këtë, janë që u kanik. Kush janë ata që kanika, më shmecik? Normal që s'ke mujt me hit E kush janë ata që kanika? Vetëm pak. Normal që s'ke mujt me hit nesë pasurës 5 rëngjes, se ka qenë rrët e hekur me 4 rreshta, ka qenë njësia tupa, njësia tenka, njësia mjetër tjerë levise, pastaj kam sërja, s'ke mujt. Një po aja ka ndodhë vishë me pjesën kur ka fillu luftimet, dhe njëra du me tonë s'ke mujt me hime do alirësht aty. E ata që kanë ikë janë qëta që shitën si shuktina, që kanë fotografi me ta. Kush për shembull janë njënë për ty vetë? Kërejt këta që dhe i përmendore, mërë të dujsh me maru vetë për zgjallë, po këtë dim. Këtë që thëjim koshët dhe mjashorit. Janë koshët dhe mjashorit, janë koshët ka shtesht lirë. Kur është mështu rreth e kanë ikë këta që kanë, tani kanë përfitu në emërtina. A realisht, po të kështë përfitu atë mjashorit, nuk këshim pas me kalu mirë këta shukët e famë shumë tina. Që shumë isa për tyne pas të e kanë frizu veç për me vjetë. Që po kështë që amendoni ti për? Unë menoj që në mars 98, pra atë 3 ditë, ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë numër shumë të kufizum. Edhe s'ka qenë e gatshëm, edhe me pas shku krejt ata shok që kanë bejt jashtë rrethit, më pas vratit, kush e kish vazhdu rrugën e lirisë edhe qlirimet. Prandaj, çdo histori që kës, që është bashku, pas rënies së Adem Jashorit, i bie që jeton edhe është ka rënë në beteja për Adem Jashorin. Edhe sot na jetojmë për Adem Jashorin, për çat lavdi. Prandaj për çat liri. Po, prandaj kjo çapo thot Gozi është një farë hipoteze që me pas shku, për të zojmë Hashimi, Rexhepi, Jakupi, Kadria, Xhavit Haliti, këqta jam në të mdhaj. Edhe me pas vëro qatë dit, mu pas vëro krejt qatë dit, se bashkë kanë do besë, si shpo e shpjegon, atëhere, kjo i bie që kush do ta kishte vazhdu luftën. Po se ta pas ta e balen marifet, po këta s'ka s'murë bjes as një betej tjetër. Po e prunen dhe natën në gaz. Po e prunen popullë, mare prunen djemë të rije, e prunen popullë, se sa për ta, as të gjithë të Ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë aleate e NATO-s, popullë ka qenë Maqedoni. Ushtria, po ju sa arve si përmeneti, po djemë të vojza, po 80% Maqedoni ka shku popullë. Ushtria, po, që këja po ju sa arve si përmeneti, sa ta ka qenë kur luft në frontë s'ke po. Gaz nuk më një më hanë. Vish që ndaj që ata që s'pidin ata. Si linë prej tyre ke mujtë dhe Ti vish pa thu si jenë konë qëtonë për të veti ku shenë konë. Mirë. I ki ngjita cilë komandonë ka morë në vjetë frontë në pjesë. Unë jam të thull për fakte, kjo atë thull për opinione.
Prandaj ky avokat është dhe ky Jo, po mundet më të bindi. Ja, këtu jemi krejt në mënyrë të zhveshur për çdo grade, çdo profesioni. Këtu jemi vetëm nuk ka opinion as Ja, avokatin e se me kravata pas një orë. o hiskoran si kravata. Po vjen ishte këta vetvendoset po më kanë mre. Nuk është opinion, me thonë Hashim Thoçi ka qenë lideri UÇK-s. Është fakt. Nuk ka opinion, nuk ka mendim. Për letrat janë çështë punë. Kryesuesi delegacionit në RMB nuk ka opinion, s'është mendim. Ju i besoni letrave, po? Jo, Avokat. janë video, A ka qenë kryesues delegacionit në BE? Pa Ibrahim Rugova e ka pranu. Mirë. A ka qenë e gatshëm dhe kanë pranu që në Kosovë 12.000 forcat Milošević Mehmet, pastaj mas përfundimit Ka marrëveshje që ka bëu Amerika. Fatmirësisht se ka Po pranuar bravo që ka Milošević. bëu. Nuk ka 12.000, po 1.500. Po do 3. 1.500. 3. Po s'u zbatu kur? So zbatu se kanë shkuar kriminalë atje në Beograd. Ka qenë 3 Për kilometra. Lyshe. Ajo von 3 kg broj. Ja, se po 3 ja. Fatmirësisht ka sopi Milošević nuk e kanë shkruar. Për Lyshi kishte pasur atë. E kishte pasur atë në kofe. Po ajo von fora Amerikës, se çto Amerika bën ai gore me ta. Nuk e di fora kur e ka bërë po. Kryesuesi delegacionit të Atë ka orë pavarësia, se edhe këta vetëvendosë do që se paketat e Pe jo gaz. Jo, çfarë do të ishte me dal. Se ju niku ju vetvendosa se keni pranuar slamurin. Tash më sa slamur pe fitoni votat e po deli po jam fitoni. në vetvendosje. Unë Po jam gazmen ke Ni me ky glau ky ju trataja. Ken vorrem e bonin Po çka Inderoj familjen Thoçi e fuli fjalë boja. Jo, dhe tha, e ka eduku dhe e ka frymëzuar tha liderin e UÇK-s Hashim Thoçi. Unë Çka më dani për fjalimet e Glau Konjusës për këtë fjalë? Ja, unë kam u kursy këto det sa të përfundon. Po çka më dani për këtë fjalimit të Glau Konjusës? Ajo është i pavarur, është i shkolluar kryetari i Kovendit, ai ka përgjegjësinë, ai ka një përgjegjësi shtesë Pak më i qytetarëve. thellën, pak më i Jo, se ai është kryetari i Kovendit që ka përgjegjësi më gjon. Ai është në mënyrë pozita numër 2 e hierarkisë shtetërore. Vjen firma. Me kallzon vetin që ka punuar sheka? Po, mirë po, nuk e di. Mirë po, Çu do po thoj se s'di ason. në këtë emision duhet më rezervu fort se në respekt po tregoj për edukatën e prindve me, po edhe për profesionin që ushtroj. Edhe për ata pak shkollë që kam, kur ka një fatkeqësi në familje, pavarësisht është natyrore as forcë, aksident në incident. Po pëlqen çdo ta dërgite për gozën me po kisha pas dëshirë kur ka njëri fatkeqësi edhe mos me kesh. Sepse Hashim Thoçi edhe pa qenë vdekja e babait të tij, pasi sa që thotë që ai ka fatkeqësi, për arsye se është mborë njëri. Edhe mborë çështë kur piçë për këtë filon i biri këtij i biri atij. As nuk është për mua, as nuk është për UÇK, as nuk është për popullin, është për vepra krejtësisht ti personale. Jo, po pëlqen që thonë është ligësi me qesh kur ka njëri fatkeqësi. Jo, unë pa tregoj, duhet më tregu shumë i rezervuar për hir të edukatës. A kanë shkaku, jo u kanë që u komë, po më mirë shkaku me vetëvendosje. Jo, mas. Sekretari i partisë nuk u shku. Jo, s'ka lidhje ai. Jo, më një shkaku. S'ka pas vasa o komision disiplinor, vetëvendosje. Jo, aty ka shku. Qyre mas fare komision disiplinor. Sent keqe nuk ka më shku secili. Unë nuk shkoj, po edhe kur që shkon sent keqe nuk ka më shku secili. Ai është vorrem, ai është ceremonii fetare që ka të bëjë me tradita. Edhe nuk e di unë diku si ka bën keq. Te edhe je fetara gjëran. Po, pjaraj me plakët që ka vdek. Bën pjaraj. Haxhia. Nuk e di unë dikush që ankun haxhin. Sent keqe s'ka më shku. Mirë po, unë po vetë nuk më gëzu që ka ekzistuar që ka lidh Hashimin. Jo, më Po, do të gjite për gjendën. për ata Ka mujt mos më martu. A doni pak? Po, mujt mos më martu, na kish morçov. A doni pak, po, a doni pak te vetvendosja. për ata më ne krejt ndryshe, Te po pa thënë kryeministri duhet Kurdi. rezervuese. Doni tek ta gjollë të burr. Ti lëm rata ata që janë nove. Sigurisht. Është Doni te kryeministri Kurdi para zgjedhjeve ke thon gaz që kur e ka ftuar prokuroria ka thonë që ai shkon, po s'ka dish me bë spektakle, me shkuat në prokurori, me marrni fatë, me thonë që ky do të kryeministri si korrupsion. Pse s'po shkon tash? Mas mirë që është mirë direkt aty më bëu këtë pyetje, mirë, por në normalisht është i paqashëm sepse ka obligime shtetërore. Ku që mikrofon X i drejti? Po ka obligime shtetërore dhe ndoshta aty me pozitiv, pozitiv, mundë me kohë. Çfarë do vllazant është? Po, sepse po është pjesa dhe presionit ndërkombëtar me ato punët e tij që i ka dhe unë e brashme. Nuk ka bërë granelli. Po mirë pa ajo është i veprim procedural që prokurori u dashur në forma shumë më të buta, shumë më miqësore, sepse as nuk është po për ty si rreth, çka do thotë që kjo, domethënë kur një prokuror e thirr një dëshmitar apo të dyshuar, në këtë rast dëshmitar është, nëse s'gaboj apo? Dëshmitar. Edhe ti nuk shkon apo? Çka nëse nesër për shembull mund thirrën si dëshmitar dhe unë a kanë drejt mos më shku? Po ti nuk. Se ku mor shembull pi njeriu të parë që udhëhet shtetin, kryeministri i Republikës Kosovës. Ligji vlen njëjtë, mirë, po pavarësisht të barazia para ligjit nuk mundna më konsideruar të njëjtë këtë aspektin
e ftesa si ti si unë si kryeministri. Po pse? Ti je zana për se unë, jam, po ndryshme me pas dy sa unë, sa një të seqacion, ndryshme me pas punë të 2 milion apo 3 milion njerëzve, dhe thot. Po është i lirë vega se kanë e peshana për iftara për shkan? Unë që janë në iftar shkan? Edhe diskotika. Edhe diskotika, janë në diskotika shkan? Unë mendoj që unë me ka isha shku, personalisht unë isha shku. Ata se arrestojnë apo vëç kanë me vetë, diçka dhe e kthejnë. Ja, ti shkuzet e si Gizavolin, e ko Zavolin që... Jeve si dëshmitar, dhe sa se ka të dëshmitar. Edhe vesh Me që në kom pos ratë që kur më kanë thirë se dëshmitar shumë let kom përfundu të nasi akuzum. Po se prokuria ndimi batu sene. Edhe mund takim punin ako, kanë të tupin gjithë prongat para 6 vite, në takim punin ako, që sa pajtet si kur na, ose pse nuk e ban të një status në Facebook me qitë, më na livdu neve, po të gjithë prongat, tash po gjithë, po nuk ka du me personalizu për vete, so se kam ato probleme. Mirë po bindu se sa për zavale e sekretit Albini si ka këtë cena probleme. Pa ka me shku, si mas te? Pse me rëpëgjësin me to? A dhe do disa të vje që të zovuj? O gaz, e mës me pas shku për shambull, hipotetikisht për morë për shambull me pas shku Hashimi ose Ramushi ose në shi që kanë protest. A shi friku vende, drejt kalza. Nuk shenë guzu me thirë heq masvarit, ka pas ose kur kanë pas me marrë deklaratën dhe për cilin dhe shmetarë, dikam për kryeministrave, janë shku e kanë intervestu në zyre ti ku do që ka kërkuar. Hani dhe nëse s'kishin guzu me thirë, ja vish pa. Po nëse s'kishin guzu edhe Ramushi e ko gabim. Tash me thonë që Ramushi, pse ka bo Ramushi që është të po bëllona, me thyrë Ramushi qeverinë e fantja. Kemi raste kur janë ko dyshim të perdhun familje edhe sa guzu me marrë kosh. S'më jetë e kaleq to, se nuk është vërtet. E para... A ka ras kryeministri kur ka bodhun familje? E para duhet me fol juridikisht. Rendi dhe ligjin në Kosovë është të gjithë të barabartë para ligjit. E sidomos... As kush mbi ligjin po thot kryeministri. Sidomos, shteti demokratik matet me trajtimin serioz për pozitat e larta që janë. Presidenti, kryeministri, ministri, drejtorat, se më po qytetor që ka shtet, si unë si ai. Bile me ne që ka u votat kjo që shumë. Ju shpjegoj diçka. Neni 129 i kodit procedurës penale paragrafi 5 vetëm 2 raste thot prokurori ose gjykatësi vjen me intervestu të shtëpia. Kur është i moshuar? I moshuar mbi 75 vjet dhe kur i pa lëvizshëm, atë në çdo 2 raste. Albin Kurti është si mulla, shnosh. Dhe nuk është i shnosh, nuk është zajt të pak, po. Prandaj prokuroria speciale prapë mendoi që e ka toleruar shumë. I ka qu ftesën e parë, ftesën e dytë. Tash e ka bërë urdhrin gjyqtore procedurës. A unë për të përgjimet e disham kam po? Po. Pra, tash të dosh mi denu me gjub. Prandaj Albin Kurti ka thonë se në fushat që me 10 shkurt prokurorit me s'dolin heqën punë, se unë kam i bëllë të mitë. Jo që nuk është të e refuzu. Aj po pretendon me marrulli prokurorit vetë vendusis, edhe tani se di gozën mund t'i po prokuror. Prokuroria vetë vendusis. Mune ba prokuror gozën. Më bo gozën kërë prokuror. Që atë jo të luftu kërë shkreti për gjatë. Më bo gozën kërë prokuror. A kështë shku në zyra Albini, drejt kalza. Unë mendoj që... A kështë shku në zyra Albini, për pas konë kërë prokuror. Po qështë si kësha shku? Si kështë thonë ati? E më pas konë ashime e kështë shku në zyre. Ligje sa më pas konë ashime të oqë? Veç pak. Deklarata i duhet prokurorit. 129. E merë aty ku ka mundësi me marë. Asë në milimeter nuk është ma e pavleshme, ma ju relevante. Ma e zbet, pa ma Jo, nuk e shkel prokurori ligjin. Po unë e ko marë, në autorizime e prokurorit, ko marë 1700 deklarata. Tu i livru njërë, ko e ko marë traktori i deklarashtë. Në veturë, ja ko marë deklarata, pse? Remenasio deklarata, nuk ko vendi ko e merë. Ajo është prokurorit të vyjë me i setimi. Prokurorit ka interes, mandaj nuk duhet me zgjidhë shumë prokurorit se e ka subjekt procedurë. Subjekt që i ndihmon prokurorit, nuk e ka parë. Halili, Uçu ka thonë, hajtë një jonë gudzëv shqitor. Aja është kanusje ndaj prokurorit. Është vërtet. Ka thonë gudzëv, be aty dhe shef avtju i di farë njëre. E ka thonë në njërë tjetër. Për mua shumë i butë, se në qitë rast nuk isha njësë procedurë penale për kanusje ndaj me. Ka zënë penal, është vërtet. Mu për një mesazh që i kom thonë në drejtar ku ja po takojmë më kanë dënuar 1200 euro gjiko. Kjo është shumë se e kam avokat. Për dyshe e kam avokat. Gjertes Makizi kisha pas dëshirin do atë kitje, se na mbroj. Po është avokati jam personal. Nuk pa duhet të bëj reklam. Po do me pas të vojë marr. Bravo, ta bëgjite për gjithë. Po është vërtet po. Se kjo edhe kur e ka keq, arsyetën. Edhe keq është, edhe keq është si me të butë, flot veç kur ta bosh aty 5 vjet bor. Këtë rast me tiku po bindu, këtë rast me tiku po. I ke u. Po ka pas gabim. Bëgjite për gjithë. Po janë sonë debat më të mujta. Edhe sonë debat ku që josh por është. Në ta shpejtin e mirë jo, si këtë rrugë po josh. Ku pas me to ky kafe tu, a di pse? Se kjo edhe kur e ka keq ta forco bindjet që ka mirë.
Edhe ky është roli i avokatit realisht. Se një avokat që nuk din me mbrojtë dy pozicione të kundërta. Pavarësisht cilin marr. Ai s'është avokat çu duhet. Se e lam gjys. Ti shikon krye prokurori ai kishte shku për shembull Hashim Thoçi në zyre. Kujdo. Jo Hashim Thoçit, po kujdo që kisha pas interes për shkak të qëllimit të timit. Për shkak me zbatuar në rrjet suksesor personal i kisha shku. Në zyre. Po ti pashit kallamat që krashku, sepse mu vjen deklarata, mu vjen dëshmia. Unë jam të vëjë timen. Nuk kisha leju mu blloku rasti për shkak për një forcë kujt të qoftë. Anë le të kohë keq. Unë shkoj të marr deklaratë që po vjen mu të marrë asaj gjykatës. Kjo është ajo që 199. Veç a do më ndroj çat. Nuk e ndalë në 199 absolutisht. Jo. Dy raste merr deklarata është organi policisë. Thot prokurori thot e thret të deklaratë. Ç'i skoran si ku. Pastaj prokurori i autorizon policinë. Në autorizimin e policisë. E prokurorit policia me deklaratë dhe mal me kon. Mal me kon. Në aksident trafik. Po na në rrugën me deklaratë që është me torë. Pse s'kot keqë nuk përcaktohet vendi. Nuk përcaktohet vendi. Me rasti është kush për merr. Është një person i kompetent. A është shteti së drejtës me u dorëzu prokuroria para kryeministrit? Pse po dorëzohet? Nëse ka drejt. Pse po dorëzohet? Jo, në merr rregulla, Albin Kurti s'dosh me kryt as 30 ditë bën. U dosh me kry motë. Mos më prit as zgjedhje. Mas pare, u dosh me kry. Ja akuzon se kishin zgjedhje po e vërtet. Unë tek ja diskutuar këtë çështje, mas pare ftesa që ka shkuar Albin Kurti ka qenë shumë tendencioze dhe ka qenë ftesë e shkruar vetë prokurorit. Ftesa e prokurorit të gjykatës të policisë do të më unike ta aprovuar pe këshillit prokuror dhe gjyqësor. Jo me çit ftesë kur do të kurti teket. Do të me ftesë e aprovuar në formë unike. Po edhe me telefon nga mund me thirr orgaz. Me telefon me thirr klientët e mi prokuroria speciale dhe unë. Po vërtet, mund nga thirr me telefon prokuroria. Është vërtet. Po. E unë çka kam më pak se Albin Kurti. Ja, po çka kanë lidhje. Po, mund kanë thirr. Ka posë me telefon. Po bajka edhe me shfrytzuar personale alternative. Edhe në këtë rast me shfrytzuar personale alternative më shkoi interesuar çeri. Pse? Që në muajin e 2 ose 3 kur i ka kjo punë, 3 muaj ashtu i ka. Këtë tash ka mujtë dhe më ngrita këta akuzaj ku diçi. Pse me blloku prokurori punën e vet? Pse me kompliku punën e vet? Shko merre pa vyn, shko merre. Shko merre zotë ti pa vyn. Unë nuk pa tham as ka bën mirë, ka bën keq kryeministri, po shko merre se ti pa vyn. E qeveria po bota ajo. Kush po ban? Po qeveria është, ai veç ka bën vazhdu tash. Po qeveria s'është, është qeverinë detyrë. Jo, qeveria. Kish drejt as vendime më morr, ja është detyrë po. Po nëse këta kanë marrë vendime edhe ushtrues detyrë, sa kanë qenë për shembull. Ka marrë vendime, ai rriti po vetë. Drejtori i administratës statimore të Kosovës Ilir Murtezaj ka marrë vendim për mua më dënon 52 herë të qenë ushtrues detyrë, apo kupton? Kjo është shkelje e rëndë. Sot e kanë marrë veteran po vetë rritje, për herë të parë. Ushtrues detyrë më shumë 6+6, s'ki drejt më shumë se liget me ne. Por ka pasur rritje të veteran prej çka. Ta rrimë dha se kanë gole Xhevdet. Rrin shoq këta. Unë do të më ta gole se ka. Po do më shpjegoj. Ushtrues detyrë 8 vjetë. Është në 26 i ligjit për qeverinë dhe aty thuhet që me rastin e shpërbërjes së kuvendit mbaron puna edhe e qeverisë. Pra, kur kuvendi shpërndahet, por jo kur e fitara 5 zgjedhjet, se ka fitë kjo vazhdim. Se ka fituar zgjedhjet, po sot e formu qeverinë. Sot do i gutet. Po janë certifikuar. Za e prit me orë zgjedhjet lokale çatë me një hash me moj. Nuk e certifikuar edhe, si certifikuar. Nuk kem qeveri. Qeveria nuk ekziston ajo e 2000. Na jem çkret pa qeveri. Na jena pa qeveri. Po ata janë tu e shfrytzu kompetencat që i kanë çashtu. Do në menoj që nuk bëhet qeveri. E po pse? E ka një diçka interesante. Menoj që Albin Kurti ka me tentu me blloku edhe konstituimin e kuvendit. Momentalisht nuk i ka 61 vota. Vetëm nëse e merr listën serbe, ka bashkëpunuar për veteran, për mos më lëmë hipog minimal, na shtakon një bashkëpunim. Po me muzë valla ka që ke mohabeti. Po pa listën serbe nuk mund ta bëj qeverinë dhe opozita nuk ishte shumë gjatë që mund ta bëjë një koalicion, sepse procedurat para prake i takojnë partisë që ka fituar votat për 42%, sidomos propozimin për kryetar të kuvendit, mandej ka 15 ditë për mandatoren që nuk e ka 61. Çka do të veproj kryeministri Kurti? Po unë mendoj që Albin Kurti pret me arrestu me një urdhër gjyqësor të procedurës para prake që me i hub një muj ditë, sepse kemi një afat. Prej certifikimit zgjedhjes. Zgjedhjeve kemi veç 30 ditë me konstituu kuvendin. Dhe unë mendoj që Albini ka me hub që 30 ditëshin, dhe Vjosa Arsimoni si presidenti detyrohet me shpot zgjedhje të jashtëzakonshme. Edhe Albini të kej konvenant sepse mendon që aleanca dhe nisma do të shuhen, LDK do të zvoglohet ende dhe PDK do të mbetet çito. Edhe ai të rritej dikon me ato votat Nuk e kohë për këtë. A ka këtë ide Albinit po? Jo e ko, s'ka mëne, unë pse e thamë ashtë se qane atë shumë. Po pëse gazdi që ke di? So deputeti i ka morë vendim ose? 48. 48. Edhe 10 minoritete jo serbe 58. Edhe 3 me sa e diun këta të nismes. Po gjatën ja. Po nuk është ajo as nuk është nismes, po nismas për shkon apo? Kush nuk shkon? Fatmiri po thotë ju. Nëse bëhet ashtu qeveria me Fatmirin, do çdo sa bën me vet Fatmirin ai mirë, ai disponim se më rrezon. Sa qeveria më timon me 3 deputet 7 ministri ju burr. Nuk ti merr as. A di çfarë Albini
Sa t'ja fol 3 Mos është me vol për një njerëz. Mos është me vol për një njerëz që ka pas marrë me një deputet 4-5 ministri këtu me xhirve. Po sa a dhe që na ftu ka qenë me rëndësi. Na ftu ka qenë me rëndësi me qenë me listën serbe mirë për të s'kan pas problem. Se Ramushi ka interesuar atë komisë pas pozitë kryeminist, pjesa tjetër se ka interesuar. Unë mendoj që bëma qeveria mirë, po ku shkojmë ti mirë konkret, ti mirë real, ti mirë korrekt. Pavarësisht se i mund këtu pak si është lirë, ti mirë drejt në bisedë në shkurtën e vitit që vjen, marrëm me anket këtë po tash 11 muaj, po marrëm me anket emision, janë pashmangshëm zgjedhjet tjera që ka me ndodhur sepse te presidenti është një diçka që nuk ka lënë në forma tjera. Çka nëse quhet Hashim Thoçi edhe vjen direkt vend vetin? Unë mendoj nëse lëshohet Hashimi, e ki fjalën për vitin 2056. Ja, 2025. Në dhjetor 2025, po ka ke ide. Pyetje hipotetike por, kam drejt me Nëse bon. lëshohet Hashimi, ka prona ball, do të bukurisë me prona, mi pagu një ekip të katastret, me dolë me aqit mese kokët e shumë, edhe më morë me punë ti, mendoj që në aspektin politik ka kalu koha atina. Jo Hashimi, po shumë Hashimi av tjerë, sepse ke kulli ka unë zotë gjithë. Tash, në qërë, në veç e në Nëse pire ta njerëz, nga kështu po vëllë ja ke përzon vetë vendosë sa ata da votus. Populli ma nuk lejen më dhejtë në nivelin e bankurit. Do të albini për pjetë, sepse ka populli qashtë Po e ke përzon në bëna që... O lo të burra. Populli ka po mo që... A këne vesh bravo ta? Po një si... A i mirë si... Si? Ose po unë që do se... Ha? A i rrda petë besarda, po i ka shku zgjidhe për vlomës, po na i ka Po orë. kanë vesh mirë në kravota, profesioni Po ka shku zgjidhe të Nga më veç po, profesioni ma të keqin e kanë. Pse? Profesioni avokatit mo. A vëde, i mbrujnë kejt, i mbrujnë Ja, të kejt. prit para solla u gjykatas, para dymet prokurorëve. Nga, qëre, avokati është profesioni ma i keq se kush t'i vjen, e pranë. He, shaki me thotë për një për avokata, shaki orë besë, që kem humor se... Mos kene rast. Ja, rosë komplet, po do më pështi më prish me të avokatave zban, po nga. Sherri ka zban të halire unë kur mo njët nuk e vetë vëtoj Albin Kurti. Pse? Morë është. Valla bila morë, mu qu me full keq për kanë, për Hashim Thoçi. Po më bërgë është taj. Du me abo një dy pytje. Po mos ka vite për to se duhet me qenë shumë i rezervuar. Qysh i thu ti liria shprehjes kur akuzot dikan i thu kriminal. Qysh i thu liria shprehjes kur i thu dikujt ati e promotor i vrosjev. Çfarë liria shprehjes o kur i thu ti zhvatë e ka zhvot shtetin. Nuk ka kjo liria shprehjes. Ti në fakt prokurori do të morë tyje pse akuzon një njeri pa fakte. Hashim Thoçi, ose a u denu në herë Hashim Thoçi për një rast. Pa mërë parasysh fare. Pe kuj më denu? Pe atyre prokurorë që kanë zhjë me telefona? Cëtë prokurorë? Në Kosovë. Kloni Pronto. Po ta qaj listën që shoshë posa dytën. Tja po thua, u konë Hashim Thoçi e ka kop shtetin. Qysh i fitaj Albini 51%? E kur kemi Albinin të ja? Vish pa, mos më dëprej. Qysh po thu ti, shteti oj kapt, Albin Kurti i fitoj 51%. Spjegoma që do qysh a mundur me një shtet kapt e i fitoj zgjedhjet Albin Kurti 51%. Qëra avukat? Apo përta shpëzit se mi kebonja 4 pyetje. Mas pore këmi si këmë thua, kënë nësa promotori e vrasje politike si urë dhe rëdhanë, jam i bingë në plotësisht. Për që ka zhvat shtetin dhe ka gry shtetin, se ka zhvat për ka gry. Po dëshmaja. Një euro are i tukës që lo me gjak çdo plomë. Kjo është me gry shtetin. Mirë, po mos më shtini sot me folë se... Rregull, çka kemi thonë të shkëndijë. Se nuk ja shfrytëzoj fatkeqësinë për kujt akor. Fatkeqësinë nuk më ja shfrytëzojmë, po njëri u kom burg, ti akuzosh e piktuj. Ajo të ballafaqu me drejtësien, ti nuk ban për hir të respektit. Qëra, Hashim Thoçi asun astis unë jam huj, na ku shukon. Po s'ke qenë. Kush e ka, a vëllu ti se ka shmoll, e ka deklaratën e veç pa. E ka lexu. E ka lexu, rregulla. Qëra, nani dita kena me dek keq të shkaj. Edhe s'ma që mori e ka lexu. Nga, po e ka lexu, po normal që e ka lexu. Nani dita kena me dek kreq ka im qyto. Po, Hashim Thoçi kanë me kalu shekuj, kanë me lexu fëmijë atyne, nipat e stër nipat, emni tina kur një nuk ka më harru. Edhe gjithmonë ka më shkru për to. E çka ki me gozën sonte çka kjo? Unë gazmandit i tham.
ki kujdes fjalurin, mos e një lës ushtrin qlirimtore të Kosovës. Është e shajta ja, ja e shpak. As ti, ja pe një lus. E një lus, pa e më gorë ata. Pa e më gorë. Qyqë ata. E njësë shpollët i pa fashëm, ti a i kërka folje. Për shka? Qësë shpollë, e shpollë. Për shka? E shpollë, a i kërka folje ti, që të në të me që kënë gjëzim e thonë, une jam s'il kënë nga këti përsuni, unë i kërka folje. A i kërka folje. Për gjithë sinqeresht. Nëse shpollët i pa fashëm. Nuk kisha folje, po mos kisha folje kur ka pas foqin absolute. Këqër intervistat e tina, e mija, ka pas foqi absolute, kur kun folë. Kur ka qenë president, mu ka mua atentatet, kur ka qenë president mu kanë ditë pranga, kur ka qenë tanat, kur intervistat dere New York Times talë që kanë. Pra ndaj e marrë guzin e folë edhe kur është mrena. Pse është mrena, ka njërës jerë gojë, na një unë për besën e shqiptarë dhe bërni, kura dikush në halë, orë në bërë, dur të lidhë, nuk fuli keqë. Shakimi thonë, a kina mesazh për gozë, unë kam një mesazh shumë qartë. Unë kam një mesazh shumë qartë. Plutna, ndalej këtu veprime. Ndalej për të mirë tonë se një ditë ja sheshirën që ty e deklarohu të aftua. Ka me orë një ditë, këto, gëmish pak, kimi apo shirën krejt që ty e salem. Ushtrin qlirimtore, nuk ka me mujt me një lus kërkush. More me në qytën e të me që kënë gjizem, kamera këthej ka one. Hashim thonë që kur njët nuk ka mu denu. Kur njët. Se nëse denu e qaj njëri, ka mu të denu komplet që kjo liri që e kim. Edhe nuk ba mu denu. Se, ja, kod baj, që u konë drejtar politik, ju që kështë. U konë kejtë funksionet e Kosovës, e ke posë Hashim thonë që Shabonë vërtit e gjekë, me vetëvenduese për shabonë. Na nuk fullën politikisht, na jena të full për një njëri... Për tja e konë me vetëvenduese në burë. Nuk ka lidhe, unë jam konë me vetëvenduese, ma nuk e vëtaj kur. Po qysh me vëtu kur një njëri, ta kish, ushtrin qlirimtore, a ka pos revizë vetëvenduese në atë kuj ju? As për dykës ka pos. A vada flasone? Da, as për dykës ka pos, unë formu mas luftët. Më të të muqu, s'ko lidhe, na s'po fullin politikisht hetë. Muqu, me akuzu një njëri. E që këtë do A është për korupcion për lajë thanë ju? Ju ma kesi për korupcionës. Se për shka është? Është për krije mizore. Kujna? Ndaj civile. Kujna? Shqiptar. Se shkollë sa ka po më syeq. A ti po thu qështë? E nëse shpollët i pa fashëm, qa thu ti? Po nuk shpollët heq. Ja, që dyra? Jo, heq më sve. Ja, që dyra? A shqip thonë që ka mu të shpollë i pa fashëm. A ti nga preferoj spokit e kërkofolje. A në shimi, ja? Kjo katastrofë me kërzdema. Jeme s'ka lidhje. Ja, Allah ka të zempenat është për parë, me kërzdem. Veshti sen. Kërejt Kosovë këm kërsenet. Po kuq gozi, pi pa kuj. Regjia do uj, berja, i lutëm. Unë kam qef kur më kanosin njerëzit. Unë kam qef kur më kanosin, për me. Se më dhita me full ma shumë. Regjia, do uj, i lutëm. Do uj se e kanë nervozun jenë. Pi do uj. Do në të kitje për gozi, pak se të relaksojnë pak se, Pëlloj ti kam lidhë vetë keqë. Pëlloj me vetëvendusin e kunës, disha ka po burë. Shë që kam që të vjen e këshirë ka nërë emisionin, edhe kam shë që të musht, ha? Kam qef kur vi më provoku. Bush të konë të erë i fatë me shëllin për vetëvendusin, ta shke të të rajty për PTK. Pijësën për vjeni. Unë kam qef më provoku sa ma shumë. Pra, ta e një morë, pra ndoj e morë. Kështë shama qaj për mas? Jo, pra se se ma kategori që fleksionom. Ta në pësës në një shikut për mas. Vetëm kemi kujdes se njerëzën më letrezu. O që këja është vlera mas sublime e krejt popullit për fshirë. Po edhe ashim thonë që e konë drejtar politik i saj. Kur gjona se në të dhonë, pasha zëvëtin po. Se ende nuk dhja këtë po më ale, nuk pa du me kojë rezervun. Po të shko mas në jo, se para jo kësha kodë diska tjetër. Po, mos t'i ngatrojmë, se u që kjo krejt diska tjetër. Gozja të thotë trupi janë shumë i mirë në rregull, po kryt nuk është. Kryt e u që kjo është në kohë. Po së kombra s'ka me qenë ose herë. E ki, dami pak të një tim tjetër, A keni thonë veç pak, a keni thonë dëshmetarët e speciale se janë tu do bës dreçun të tjetër, a keni thonë gjë? Po. A ke Suleman Selimi dëshmetar? I prokurisë, para një muje. I dëshuar. Dëshmetar? I dëshuar. Jo, s'ka dëshmetar dëshumë. Po s'ka dëshmetar dëshumë. Jo, çashtu e ka bos. Ja ka dëshmetar dëshumë. Jo. Të afore për kriministin kur ma. ma. Procedurat ndome janë, procedurat ndome janë. I ka shantazhu për zyra prokuror special dhe unë e kum vlerësu. Pse ne mos shantazhuaj? Shumë negative dhe mbrojtja e kam një vërejtje të mbrojtja shqiptaqet edhe kërë të QK-s që nuk është dashur me të liru këtë status. Nuk ekziston në asnjë ligj, as të drejtën penale, as në teori dëshmitore dëshuar. Po, a ftëm se sonte kam një musafir shumë special.
e përmend dëshmitarët të gjykatës speciale, shpeshherë ju keni thonë nga që domethënë jo pi kurcnu, një kështu, jo domethënë pi fshin. Po dhe kanë vrarë krejt. Kanë për shembull, cilën dëshmitarë kanë? Dëshmitarë janë gjetë vrarë krejt. Cili për shembull, një rast. Disa, mos përmendem më se janë proces. Mirë, po ka plot dëshmitarë që janë vrarë, ka që janë fleksuar mirë. A është dëshmitari i gjykatës speciale Nazim Bloca? Vetëm një sekond, nuk e di, vetëm një sekond. A e pranon fajsin treshtash që e fleksuar dëshmitarë si pasojë angazhimet nga dikur s'po duhet përmendem rreth, për shkak se s'po duhet më kursu. A e pranon fajsin për shkak të provave që janë sigurisht përsur strikt ligjore, edhe i morë ka 2 vjet të gjysmëburg. Do udhëhequr nga ai që ka qenë vizitë. Po, a e ftojmë sonte e kemi në musafir special? Me fleksuar dëshmitarën me ndikut të ta. Nëse i pa fajshëm tip se me ndikut dëshmitar. Po, a e ftojmë një musafir special e kemi sonte? Vetë sigur çaj që general njëun shty. Ja, më të kërcënuar ai gjëra, është pjesëtar i shtrisë ligjore të Kosovës, është komandant. Ha? Komandanti si ka forcë, po është emisionit bashkëtu. Po, komandanti ti e konë shtator apo burr? Unë lashën roj me kaq të ruhet edhe pe aty. Me neve sonte është Demosh Laçi, Demosh Krasni që jemi prisur me drotë ditë. Përndomo mi çelë, faleminderit shumë çelë. Respekte, faleminderit shumë çelë. Do të gjithë janë për pacientin ta relaksoj pak se është. Pacientin faleminderit shumë çelë. Faleminderit që më ke ftu. Për musafirët që ki këtu nuk e kom ditë ku me ki, po në sefte do ta filloj nga ky mediumi juj, do të shpreh ngushëllime familjes Hashim Thaqit, liderit më të madh të trojeve shqiptare, për vdekjen e babait Haxhi Thaqit. Inshallah Zoti e shpërblen me xhenet. Amen. Është një familje e madhe shqiptare. Kështu që ka dhënë një djalë të ri, një djalë të mirë, kështu që në moshën 30 vjeçare ka udhëhequr Rambojen, edhe ka kriju miq që më na ndihmu edhe NATO, edhe të gjithë miqtë e botës na kanë ndihmu që Kosova sot jetë e lirë. Edhe jemi të gjithë krenarë me punën dhe veprën e Hashim Thaqit. Edhe nga këtu edhe Hashim Thaqit i shpreh ngushëllime. Bravo, do të gjithë për pacientin bosh. Faleminderit shumë. Pasati për ndryshe ti ke qenë edhe bashkëlëftari i ish president Hashim Thaqi, ke qenë komandant i zonës NATO nëse s'gaboj nga Malisheva dikon. Po. Dhe kemi huti një mik tamin që i përngjon shumë Adem Jashor dhe kishte vos ushtar. Ushtarë kom pasur. E përshëndesmi Bekën do Artrakitje për Bekim Huti. Unë jam nga Malisheva, i Dronovcit, kom qenë ushtari ushtërisë ligjore të Kosovës. Edhe njem shumë krenar që ka marrë pjesë e kom bën një argat jo të madh, po të vogël, një përkrahje më të madhe. Por neve për më na bën krenar, sot që jemi të lirë, është Hashim Thaqi, drejtori i drejtorisë politike të Kosovës. Edhe krenohemi. Ke qenë edhe dëshmitar në Hog, Basadimin që s'gaboj? Po, kam qenë dëshmitar. Regjia e ka një foto? Që kjo është Basadim. Kem të full për dëshmitarë, a është të vërtetë që domosdoshmë po i kërcënojnë dëshmitarë se ka zbendali jeta më herët? Jo, nuk ka po i vrasin. Nuk ka kërcënim asgjë nuk ka. Jo, kërkush nuk ka i kërcënon as dëshmitarët as hiç. S'kem nevojë për çka mi kërcënu. Ata në Hag po marrin pa drejtësisht nga kjo gjykatë. Asgjë nuk kanë bën. Pritet shumë shpejt vinë në të lirë. Edhe të gëzohet e tërë Kosova. E ki një fjalim interesant që ke thonë Hog, edhe djemve, edhe vojza, po mënej edhe fëmijëve të në Kosovë, pjallon me emrin e Hashim Thaqit. Po, shumë e vërtet është. A kina e rast? Po, kemi raste. E kom nipi në Gjermani që tash më ka lidh me 20 janar. Ja kemi vendos emrin e Hashim Thaqit. Bravo. Gaz? Çka mendoni ju për to? Edhe jemi krenar me këtë. Edhe më vjen keq shumë që nuk pat kur farë përkrahje nga institucionet tona për lirimin e Hashim Thaqit me marrë pjesë në vorrim. Kjo është një krim shumë i madh që ka bërë gjykata. Po. Kryetari i qeverisë është i zoti i shtëpisë. Ç'ashtu i thoj? Maqit në burg. Si e nin vetën ai. Këtu një herë një i zoti i shtëpisë kur e ka pas mashkullin në burg, ka shit me shku me nxerr prej burgit, me i liru. E kem policinë tonë në balkon është e para.
njësinë speciali që mujnë me mbrojt Hashim Thaqin, jo me ardhë ata me teshat palane këtu, me na kërsnu, neve me kërsnu Hashim Thaqin. Mja bo me gesht. Mja bo me gesht doktorit. Shka lip doktorit me këtu për mas Hashim Thaqin. Shka lip doktorit me këtu për mas Hashim Thaqin. Doktori, bo ka qenë luftar. Çka ndëror po me këtu për mas presidentit. Respekt. Ka respekt për ish presidentin, për institucionin. Marrë shumë të me posë respekt për ata që janë smuta që është rrit. Nuk punon doktorit me nga shkollë të repetë Do sa vishaj doktor, ka posë atje. Respekt e ka për Unë e njarë si Berishën është. Doktori. Respekt për atë burr, ish djali mirë, shumë. Po, Arsimi është djalash. E një, se ma ka këshyre në ultime djera, Arsimi është... Kush është edhe... është e matëllam nëse s'ka bëj, po. Po aty veprime ka qenë krejtësisht pa nevojshme. Ajo është në rarë pozë me shku të smut atje, jo me nga mas kujtë qëftë, me nga shkollë të vërshpit. Mas atë, që ka me ndoni për këtu që pi thot Gazmet Dalile, avokati tha dhe ma erë, tha dëshmitarët i kanë kërsnu, i kanë vra. A me ndonë të njëtë? Jo, nuk i kanë kërsnu, as nuk i kanë vra, edhe stadre, unë kur del këtë gjallin televizor, unë e nali televizorin. Valoj nuk kom qenë me po, e për që vjen ti këtu me këto, nuk e kom ditë, po nejse, po ka që kjo avokati, kom respekt, kjo më burri fort, a? Dhe që ke fort e noli tha televizor. Valoj e nali, televizorin nuk kom qenë me po. Po nuk i pse erdhe këtu. Po erdha më thiri Sadria, unë e kom thirë, valloj. Se kom ditë që është kjo këtu, se nuk Valga për zut. Noli Po televizor. ka kënë mes, kjo avokat është shumë i dishëm, shumë i nërshëm, kjo burë, po besoj që... Po tha noli televizor. Mu kujtu pas atim të ngrej kollë. Gratë që ka me ndoni për këto? Së është ka mire fshirë? Ja, bre, s'kam që me ndu, s'kam që me ndu njerës, i ka ndoj 3 vetë për mullë, dhe të nalë dhe rrimë në traf ati. Po. Mirë, por me ndoj për viktimat, me ndoj për familjet e tyre, ka njerës që kërkot dhe si që 25 vjetë, ka njerës ju kanë marrë pronat, ju kanë marrë djetë matë mirë, a ka ma zërë se me që djallin punë me të ardhe vranë bepluma kuj, bepluma këtë anë prënë të shikot, ajo është të mërshme, okej, letë, bashka dojnë ka mendimet e tina. Mirë, po, unë jam gjithmonë në viktimat dhe ato që i thanë, nëse në tjetër formë i tha kolego, i thanë njërë me një kulturë të lartë juridike, mirë, po ato që për të vigja, s'di. Në mas pare, nëse që është tila për që ka vendosë për emër. Ja, që është tina private, po që është private, mirë, po... Nëse, nuk kam komen, bënë nuk kam komen. Po, ka dhe... Në tjetër në unë ka jam në Albin, ju se keni bo, pra ta... Rregull. Ja, s'koha, kitin e rast që koha emër Albin e kusha? Unë s'di. Albina ko plët emra, po që e ka me Tatuja që kanë bua, ko përmendur Albinis, djetën. I vetë me kryeministrin në rajon, në butë që ko përmendur... Po që tha kozi pak marë, dove i kanë baru përmendure... Jo, a i ko me këshyre. Kur mara? Ja, që i vjetë e gjyse. Përmendure për zolli, tha pak marë. Për zolli e ko përmendur. Ja, se pas na po. Ja, po, vado. Që e përmeni kozi marë, a e përmeni ajo? Po, ko Piran. Je për dhe tjerë. Piran. Për zolli ja kanë maru? Po, e ko para dire njëri. E ka maru përmenduren që i ka gju policin me tulla në krije. Po jonë do policin valet nga Albin Kurti. Po shte e ka maru përmenduren. As një polic nuk është as i gërrisën për Albin Kurtit, kor. Me kure ka gjujt. Albini Korse ka gërrisë Amine e gjujke. As e një Albini as gërrisë ko kor. Shefi operativës Bekim Ahmet, e ko tullëm të në kry pej Svisles. Tatu e Ta shë ko ministrë Svisles. Ande popullë ka votua, popullë ka di kur kam pe votanë dhe... Që ka me dani gazni me dolmi tek kur kënë me vizitën e 5-6-7 morsit qeveria Republikës Kosovës, ke dhe Ministri Sfesla, të Rifat Jashore, Rifati e thani do fjallë këtë gjëtërona, basa Rifat. Tha për të gujna pingan. Zjeke po qëtë farë fjallimin ti? S'ka bërënësi, ato janë pa protokoll që folin, ato nuk folin betem. I tha, unë kur këm gu gjithë më mirë më karo, qëka ka të ishme thonë si pas ti? Po, ja, shpimi pyta ta, se ka herë njerëz dhe periuda flasin dhe edhe me disa kode që shumë shtira mja o morë vesh, bilion për vetë. Po dhe, me metafore ke? Po, unë nuk, as nuk flasën atë formacion, jam shumë direkt. Mirë, po, të pakten, ata po shkojnë dhe përpranon familja shojnë nuk. I kemi disa tjerë që si pranon hes nuk asë herë. Edhe ju ka thonë që mos mbajde. Edhe në asë një rëthonë se pranon. Edhe i ka arsyet e vetë apse se pranon. E qka nëse edhe këtyme mas 2 vjetë ju thëtë mos më hajde? Nëse ju thëtë. Ti po fletë për një rëthonë të ashmet e pas sigurt. Pa pas sigurt, pa nashta ju thëtë edhe tyme, ku për dete? Po, nashta ju thëtë, mirë, pa nashta as ju thëtë. Mirë, po nëse ju thëtë, kena me full, ama pas ju thëtë, ju pa. Basa te ma të karo mu taku me ish president Hashim Thoqin në gjatë luftës, a i taku me to? Po. Ku në cilat ven? Jemi taku në Dragobel.
Dragobet. Se Gozi po thotë se ku heq luftë. Jo, ai luft ka qenë, por vjen Jo, bre, ka u heq luftën. Asnjëherë nuk ka qenë, mos jam gjetur. Ai takon luftë aku, më ne ka veç. Luftë më në luftë, por shtëpia e Hashim Thaqit ka qenë qerdhe e fillimit celulave të para të QK-s. Te Haxhi Thaqi jënë të bu armët, jënë armatos njerëzit. Shka folin njerëzit, këta është një kategori e këtyne, nuk e di që shpidorojnë familja tyne me këto fjallore. Si burë ma të mirë, me nejtë me atë burë, plak i urë, plak i nërshëm. A keni fjallin për Hashimin që shka i kjo përkull kjo para sërme këtë këta i ka rrotë terroristë shqiptar? A keni fjallin për Hashimin që për qaf ke me... Kush ka qenë president Mahet, me kryeministri Mahet, jo voqiti pa i tjetëri. Pa e ki edhe rosën e kriminalistit Kurti kur tha se kon kriminal për Oliver Ivanović. Po Oliver Ivanovićin. E shkruajti 30 rreshta për Oliver Ivanović, 4 rreshta për Pasinaçi. Ai kemi rastet kur Mitrovica Veriu të ko sikur me shku në Kraleo, për kuj prej dosa të tyre. Pse s'është sot? S'është një kriminalist e krejt tjetër, se nuk çet pallavra, një po merr veprime konkrete. A ku e ki dinarën, sa ku e ki targa se, ku e ki qëtnecën. Në kohën e Hashim Thaqit, policia jonë ka qenë në veri. Tash është këfori Amerikan. Do të thëtë, në ka këthy pas në 20 vjetëshin e fundit. Po, basatim, shka me tani me jo si i shushtore justisë ligjimtare të Kosovës, kur i dëgjani dëmon për kryerjen e ju këtë deklarata, për shembull, promotori vrasje politike, Po janë të rezervuar sa të shkangjarës që ka. Këto janë krimet njerëzit që i flasin, në nuk e di që shpan kanë karakter, turp, me folë, sene që nuk i din. Po, e tash, edhe 3-4 muaj vjen Hashimi, që tani në vetën këta burra këtu që i flasin. Gozi për 2056. Cili, ku shon Gozi? Jo, bre vëllai. A keni një njerë për emrin e pjesor të UDB-s Branislav Nikolićin? Ta emna nuk i di unë kush janë. I din shefi jëtë, që Jo, ka pas këshilltar. jo. Ai njeri është arrestu 2008 për shkak se ka regrutuar njerëz me thonë se UQV ka marrë organe. Tjetri ka marrë ashtu që ka bërë këshilltar. Këshilltar, pas presionit media shoqërisë civile e ka shkarku. Branislav Nikolić. Henqyri. Pjesor e UDB-s këshilltar. Çaj. Gjë, çka mendoni për këto që po thotë Gozi? A ki informacione? Henqyri ka Branislav Nikolić kush është? Po, Këshilltori unë Branislav Nikolićin e ngja ka qenë antar i bordit të Kustës, 3 vjet. Po, në kohën e Kurtit. Është vëllavi i kryetorit të shtëpsës. A ka qenë kohën e Albina po kohën e Hashimit? Dhe I cilë president ka qenë? Hashim Thaqit. Mirë, po nuk është që ai nuk ka punu për interesat serbe. Ja. Se nuk e dia unë tjetër. Jo. E para, e dyta, Hashim Thaqi nuk e ka bë asnjë dëm, kur asnjëherë. Edhe gjatë luftës, edhe pas luftës dhe sovranitetin e ka shtri në vitin 2019 kur i ka qiu. Pikat 1.30 ka qenë dogana. O zotri, çaja ka qenë sovranitet. Ku ka rënë policia me Zëmbira? Sot që i përmene torga ti, që veç të po drejti. Torga që i përmene, unë po të them ty që krejt ato kere po regjistruar në Nish, edhe domethënë aty prap jam në veri. Po Nish janë të regjistruar. Domethënë nuk janë kthy torgat në Kosovës. Dhe sovraniteti në veri nuk ekziston. Sovranitet është kur e ki gjyqtarin dhe prokurorin serb në sistemin tonë të drejtësisë, nuk e ki, policin nuk e ki. Prandaj me shku me hangër sendviç te herb, sa që shuat ajo, dhe ambelësira te misini dhe me shku më lapuqit në Ujman. Edhe më lapuqit në Ujman nuk është sovranitet. E me i kap me i qu diasporën, me i thonë hajde për qojnë në la, kur për sovranitetit? Veç për kohës të Albinit sovranitetit është ato që e tha, shumë mirë e tha komandanti UÇK-s, e falenderoj shumë, na ka kthy mrapa 99-ën ku këfuri ka të gjitha kompetencat dhe na nuk e kena shtri sovranitetit. Ta veçmi edhe diçka pasën tim se me të mbash, pasën tim kem të vull ma herët, po thotë avokati Gazmend Halilja tha që me nisma ka me shku me vetë vendusin. Ti e preja sa onën nëse s'gaboj. Une me sajnë ja Fatmir Limën. Nuk shkon Fatmir Lima me vetë vendosin. O burë. A i sigurt? Shumë i sigurt jom edhe nuk ka me shku. Edhe ma jemen. Nuk shkon Fatmir Lima. Nuk e njulloz vetën a i me shku atje. I ka shok të vetë kënena. E qka nëse shkon?
Nuk shkon. Hiç nuk shkon. Hegaz, po thonë nuk shkon. Po ti për duket larg, më dha mundësia më shku. E çka nëse shkon ambasadimi? Po nuk shkon, Po i ka devleruar që s'moj shkon. me pranu unë, me shku fatmirëma me me që ka ke Nuk përçove shkon. me ata serbat e kur u formu qeveria për elitën serbe që vargë komplet. A është çaj, apo është tjetër, apo janë montuar të fotografi. Po çysh nuk shkon. Çysh nuk shkon. Veç a mund me shku, veç a jepet mundësia me shku. Ajo është të shku, veç a planoj me shku. Kemi pasur qeveri që kemi pasur qeveri në kohën e Hashimit Tremushit që u vor direkt për listën serbe. Edhe do të prit 4 euro për Beograd deri të mund të xhelor për Beograd. Po ashtu që sistem politik shekim Kosova shumica po morën për listën serbe. Po Edhe ti edhe vetëvendosje se ashtu sistemi i krijuar. nuk mund se me kushtetut e ke. Pse nuk e pa. Je që e pas ka shti sovranitetin në veri, e pas ka shpërbër listën serbe, që shi fitoj lista serbe 10 mandate? 100% është 9%. A jam mund të Albin Kurti pra që të 14 vite që lista serbe veç me met ku ka qenë pra, as një sukses nuk e ka Albin Kurti në veri, as një, as kuptimin politik. Çfarë ka sukses Albin Ashtu Veri administrativ. sa duhet të shkruani liber me disa kapitull. Jo, qysh i fitoj lista serbe 10 deputet. Veriu ka qenë Nëse pjesë po thonë ka shkatërru. Edhe urën e ka liru. Urën e qeli, Veç pak. ai që të ke nuk e veti këtë. Veriu Si ka posë qilë. Veriu ka qenë pjesë ku janë Ja, shkruar ka që qenë polikolon. Ja, që ne këtë Miloševiću janë shkruar deri, edhe mund të këtij po ti deri në vitin 2020 sotje. Sot në rritë shkon se funksion ka dush. Ta vetëm pasendim se mbas po këtë kena met bësh. Ambasadem, të kujtuam fjalët e ish president Hashim Thoçi, çka të ka thonë kur i taku në front luftës. Në një moment interesant me ndonë Hashim Thoçi na ka thonë, Cili front luftës bre? Po s'u konfront kur, s'u ko asnjëherë. Hashim Thoçi na ka thonë, ruajeni popullatën, keni kujdes popullatën, kontrolloni popullatën se unë kam qenë polici ushtarake. A ka ushqim popullata, mos tjetë popullata pa ushqim. Një ditë kur na vizitoi ka Hashim Thoçi për një 2-3 muaj ditë ishmi të relaksuar. Njeri me një autoritet, me një fjalor të hatashëm, djali i ri, i kishte hije uniforma, arma. Ju keni po me sytë juve masakrën e burimit nëse s'gaboj. Masakra burimit është një ndër masakrat shumë të mëdha. Aty janë masakru, janë prej burra, pleq, gra, fëmijë, janë djeg në për traktora. I kemi vizitu me shokët e parë, një ndër të parë, aty kemi qenën. është masakër e hatashme. Ma rikthemi përsëri tek kjo dëshmia jote nëse ka mundësi regjia fotografie. Nëse s'ka bëjnë hyrje të më thonë kur ke hiti, i ke përshëndet ata burra Jo, ata. mu ka ndalu mi përshëndet, Po, edhe nuk kom pas shef me më pyt për atje. Po, nuk kom, une ata i kom shok të luftës, ata janë figura eminente të Kosovës. A ke përshëndet pasat? Po, tani masanena po, se kom vetë ishte të bon, s'ka të bon. A ke monë e denem që i ke përshëndet Jo, ata më nuk? çfarë dënimi, për shka dënim, mi përshëndet shokët e mi të luftës, Po denem se këta po dojnë me bona i farë dënimi me pagas, di që thanë, Hashimi pse ka qu dorën kështu i ka përshëndet. Po ata s'kanë bo kur gjomëra, po ata jënë të i majtë pa drejtësisht. Po kjo gjukat me pasdesht, kjo qeveri, motje kishë zhben këtë gjukat. Kush ka votuar? Kush ka votuar pare? Edhe kush ka qenë profesor, kush ka qenë këngës më këtë gjukat. Edhe adut, atë ditë që i ka dek baba Hashimit me thirë të gjithë ambasadorët. Edhe me liru Hashim Thoçin me orë këtu, me rrejt gjyks, pa thet jam i zët i shpijës, unë e mbroj Hashimin. Kam polici, kam të gjitha të mijat, edhe eruj, edhe vjen vërrim, edhe kthehet prap. Nuk ka ushtari, ushtrisë lirimtare, që s'ju ka përgjegj ftesës. Gaza për do me ika se ke ik kanë adhesh. Son të mësdek se keme dhe shajirat për ndu. S'kam ik, po e kam lëshu sepse niveli debatit nuk ka qenë që... Son të kon special debati? Jo, më shfarë, nuk ka qenë absolutisht, jemi me kilometra largë. Një debatet me dika kur shumë afer, ku i kanë disa ide që mund mi për afru. Pande me avokatin ke ofër? Me avokatin po, se avokatin ka një nivel. Pande kjo është ushtar, kjo është avokat burë, kjo ka qenë komandant. A i ftojmë shajirat për fund? Njëra po që farë, po du më janë, po du më kërësi për shkak të moshës. So pa di kemi tasoj masakre që ke pati në sy, që ju kanë bo edhe ke qenë me dëshmu kundër Miloševićit për masakrën në burimit atje.
Çike po. Unë ty me të raportua? Jo, raportu me treguna, po Allah po. Jo, mërë pas me tregu, së tregoj ty, mërë, po s'du me bisedu me ty. O, ti avokat, ka dzajt i burit, se kjo sjell keq me këta ushtarë të ushtërisë shqiptare të Kosovës. Jo, qepja jepi përgjigje njone. Pa, jepja ti Që unë edhe përgjigje. 20 vjet, se ka pas një institut dhe prokuria e Vëllëj Thessaloniki ka qenë përgjegjësi minik. Prej 2018 janë në junja. Albin Kurti në vend që me shtu numrin e prokurorëve special për mini krimet, çato që po e thot Gozi për krimet e luftës serb që i kanë bërë këto, e ka rithemelu në institut me shtin punë edhe 15 vet, me bëni farë arkive elektronike, ama e rëndësishme është me të bu video, ama e rëndësishme është me njek, tash e kena gjykimin munges. Funit e kemi satisfakcion moral, edhe masakrin e burimit, po duke e përkro prokurorin, pra nuk e përkro. A i ftojmë shahirat, bu. Jemi në fond, po. A ka qenë hajret e në kursin njërë ma jafër të presidentit. Zaven Sitina, Ministri i Drejtësisë, profesor gjithë. A është taj që ka thonë, i kësha amnistu krejt krimet serbe, sepse s'ka kuptim tash më denu mas, më gjyku mas 20 vjetë. A ka qenë aj? Pse nuk muna si veprim, aj që s'po du mja përmenem. Për shkak status që e ka, pse s'muna si veprim. Sepse ka qenë bashkë me ta. A ka qenë batën, u shpesaj, jemi lopak, se ishë në intervjistë dhe ma heret, dikun tjetër, që ka kërku edhe ajtë njëjtën gjë, njëri ma jafër të jashimit, me amnistu krimet serbe. Që është amnistuën krimet e 1342 fëmijëve të vranë, 20.000 nana, ato, 700 fshatra djegur. A ka logjik. Fatmirësisht drejta ndërkombëtare se janë përndyshe, aty është amnistu komplet. A i ftojmë, jemi minutat e fundit, i ftojmë shahirat gazë dhe... Cito informacionet këti që ta shpinione. Që shpathet këj mrapsht. Jo Pa dhe presidenti, se ti e shim televizor kur flason, prandaj... Pa marët, po mire ka të të. E ka eko, jetë të përshkym ka tha eki për rrindës. Po nashta e shbinë mirë, po... Edhe në kesha vërë se mu përëftëre ki pasatim të ngrej kohë. Kjo është për nuk të me ngu realitetin, pastaj vje situatë që është në terë informativ. A i ftojmë shahirat. Je veç që ditë në me Gozin janë. është pjestori u QK-s, e mohën komandantën e vetë, e përkro Albin Kurtin që u konë rëbë luftë. Pse se mohaj Sulejman Selime, shëmë. Aja, Albin Kurti u konë rëbë luftë. Që ka rezistu. Pse se mohaj Muj Krasniqin. Pse se mohaj Sti Shabanit, që është gjallë. Komandant e brigadës. Pa veç që s'kanë pozita politike për shtet politik. Albert Kastroti vjen bashkë me grupin e ti. Emi në 5 minuta të gjithë. Hajde. Edhe Hashim thashi, kushe hoqi gurin, e shqipini e bani, veta dem jashari, edhe Hashim thashi. Zemra u kjo! Drenica, po na thred buloja. O ky Hashim thashi, kur zmanin s'Kosova. Po zemra u kjo! Kushe hoqi gurin, e shqipini e bani, vetaj Hashim thashi, hajtë zemër njoni. Kushe hoqi gurin, e shqipini e bani, vetaj Hashim thashi, hajtë zemër njoni.
O me 17 shkurtë shtet Kosovën bani. O heroj i gjallë, trim prej Hashim thaqi. Kushe hoqi gurin, e Shqipëni e bani, veta dem Jashari, edhe Hashim thaqi. Kushe hoqi gurin, e Shqipëni e bani, veta dem Jashari, edhe Hashim thaqi. Faleminderit shumë Marben Qeshit. 2 fjalë për fund Basadem. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë. Këta djemë ne kanë këtu 2 këngë të mira. Sidomos Patjehona aja që e largoj edhe atë.
edhe atë që ishte këtu, atë musafirin tonë, jo joni. Inshallah, kënojmë në ditët në vijim, mujtë në vijim, që na kthehet presidenti Hashim Thaçi i lirë. Urojmë dhe shpresojmë. Avokat, faleminderit shumë që ishit. Patjetër, faleminderit edhe ju sa të na keni ftu dhe kë një diskutim shumë i realitetit, pra që po jetojmë. Edhe unë jam i bindur që me shumë shpejt e kthehen krejt të UÇK-s, sepse sa kemi pa ka qenë një akuz politike dhe as pak me provume dhe me rrëna dhe shpikje dhe të shërbimit sekret sep. Dhe ju e keni pasur dëshmitar ndërkombëtar që kanë qenë proces gjyqësor të gjithë kanë përkra dhe kanë thonë vërtetën për sa përket krejve të UÇK-s. Dhe kjo kanga që e ngum, pra është ato që e tham në fillim, ta marrësh Hashim Thaçin si lider të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, është si ta marrësh diellin në mes të ditës. Faleminderit shumë që ishit. I falenderojmë edhe këta dy shahira zemra këtu, faleminderit shumë. E kishim mbyll se gazës po dërrohet po do më acil derën se ka ikë emisionit, ha? Çështja e gazet është. Ke emision dinjitas me prashën të fundit. Iki për realitetin, iki për realitetin. El Shebajrokin. Iku për realitetin. Iku për realitetin. Natën e mirë themi shikuesve, kaq ishte për sonte, shihemi herë tjetër.